Sot duhet të trajtoj një problem shumë specifik, jemi para provimeve të maturës. Çdo vit në Shqipëri, në provimet të maturës, sa kalon gjysore që fillojnë provimet, dalin ankand testet e provimit. Dalin ankand. Pra, mbërjet vesh nga të gjithë, fillojnë pasaj kopimet, fillojnë nga dritare, me celular, nga mënyra të ndryshme me premierës. Kështu do vazhdojë çdo vit. Po kjo nuk është çdo vit. I njëjti problem, i njëjti fenomen. Kam shkuar në shumë vende, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Malezi, pa diskutuar. Turqia, Greqia, vendet e tjera. Ka shans të ndodhi diçka e tillë. Shumë nxënës, studentë mësojnë tërë vitin, edhe për provimet të tjera nuk mësojnë vena të ditë, me kopje marrin provimin. A ka mundësira të zgjidhet ky? Plot mundësira ka. Por nuk ekziston dëshira e mirë. Ky fenomen është shumë